shumicën e këtyre, si për qendrën e pritjes, ashtu në qendrën e tuaj, edhe në qendrën e azilit, ka mungesë stafi. Domethënë, kjo është një rekomandim që ka vite që po përsëritet, sepse ata janë të obliguar të kryejnë gjithë punët, një drejtor ose edhe një zaven si tina, ka mungesë infermieri, edhe stafi i sigurimit, kryesisht është stafi policisë që ndrohet, që ne mendojmë që duhet të jetë një staf i përhershëm dhe të jetë i trajnuar për të kujdes për sigurinë e qendrës të cilën ai është i caktuar për të kryer detyrat e punës. Kushtet në cilat ofron qendra e azilit janë kushtet goxha të mira, edhe niveli i pastërtisë, edhe niveli i kujdesit, edhe niveli i aktiviteteve të cilat u nënshtrohen, edhe shkollimi, po edhe zanatet e tjera, ata bashkëpunojnë me organizata të tjera jo qeveritare që ofrojnë pjesën e kontaktit me psikologun ose pjesë që ndërlidhen me aspektin ligjor, sepse edhe PAKESA që kemi pranuar, do të thotë në këtë datë cilë po flasim, për vitit 2024 deri tani kemi 18 mashkuj ankesa që kemi pranuar dhe 4 janë femra, dhe që kryesisht ankesat kanë të bëjnë me dokumentacion, plotësimin e dokumentacionit, mos njohjen e shtetësisë ose çështjet të ngjashme.